E veta ChatGPT-ni thash, ku ka fillu Halloweeni, në fillimet e veta, tha në Irland. E tasha di çam shkoj mendja, më thon këtë në shkoni në Irland festoni Halloweenin, si neve që bëna thonë shkoni në Arabi. A duhet mu festu Halloweeni? Përgjigja është jo. A e dini sa njeri sot vun prej frikës që nuk e din as ka i vjen? Veç tutet, s'ka naj faktor t'jashtëm që thot po m'ndodh kjo dhe unë po friksona, po frika është aty mrena ti. Në shumë momente ditës e pengon funksionimin e ti të rahatshëm. Edhe s'kemi nevojë për ma shumë sqarime që Halloweeni nuk ja vlen mu festu, sepse është fest ku baza e saj është frika. Qesim maska edhe veshim veshje të frikshme. Sa maj frikshëm që dokësh, aq ma shumë ke festu. E dikush mundet me thonë, po që unë që 2-3 vjet jam tu e festu dhe kur gjo s'kom jam mirë. Po trupi edhe mendja nuk alarmohen me njëherë kur ne i prezentojmë me frikën. Trupi e mendja i mbledhin informacionet derisa mos mujnë me bajt. Edhe mandej fillojnë me reagu. Qysh me reagu? Tu pas mendime negative. Ka me ndodh kjo e keqe, ka me ndodh ajo. Mandej frika që përshkruhet e pjesa e lukthit. Qysh jesi mas mirë ti tunajt, veç kur ja nisi dhe çtrëngon. Se është kjo frika e akumulune që na jemi tu e neglizhu, siç është rasti Halloweenit. Ose na shta dhe që atëherë kemi vrej që jemi tu friksu dhe nuk po ndihem mirë, po hajt për shtat na sekret pe bojnë pe bëj edhe unë. E tash paramendoni te fëmijë çfarë ndikimi mundet me pas. Fëmijëria hershme, ku fëmia mas shumë ti ka nevojë me ushqy në aspektin edukativ emocional me gjëra të dobishme që e lehtësojnë funksionimin e tij në të ardhmen. E na çka bojmë? E qesim para frikës. Me çfarë arsye se krejt pe bojnë, hajt pe bojmë edhe na. Edukimi i fëmis mundemi me e pasi argjilen, që vetë ja japim formën, sa është e butë, mandej kur forcohet, ndryshimi është shumë i zërshëm, ndonjëherë dhe i pamundur. Do thot, forcimi i argjilës i bie që është fëmia i rritur, që përfundon edukimi i hershëm. E çka është u bo prindi në këtë rast? Prindi është u investu që fëmia kur tritet me i pas ato frikrat e parësyshme që i përmenda më lart. E këto frika nëse instalohen në fëmijëri është shumë më e vështirë me i te i kalu kur rritesh, se sa kur ti si i rritun investon te vetja që me u friksu. Do thot ka dallim kur je fëmijë edhe kur je i rritun. Gjithçka instaluar në fëmijëri ka dëme më të mëdha. Atëherë, çka je tu mendu tash? A ja vlen për një ma Halloweeni mu festu apo e ndrove mendimin? E veta ChatGPT-ni thash, ku ka fillu Halloweeni, në fillimet e veta, tha në Irland. E tasha di çam shkoj mendja, më thon këtë në shkoni në Irland festoni Halloweenin, si neve që bëna thonë shkoni në Arabi.